edukata e ngritjes së zërit nuk ka të bëjë vetëm me dërguarin e Zotit që në rastin konkret vjen si një urdhër, por ka të bëjë edhe me prindrit, me patjetër. Kjo edukat duhet ta shoqërojë besimtarin në jetën e tij dhe duhet të jetë i edukuar me diçka të tillë. Tregohet për një ndër stërnipërit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Zeinul Abidin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an, se krahas ibadetit, asketizmit dhe diturisë me cilën ai shuhej dhe për një virtyt tepër të lartë, virtyti i respektimit të prindit, një obligim për gjithë me patjetër, edhe kur me prindin nuk ndan të njëjtin besim. Kur i fliste thot ëma ose kur e thriste ëma, i kishte zakon që zëri i tij mos të ngrihej mbi zërin e nënës. Dhe një ditë teksa shkonte për në shtëpi, por ishte në një distancë, ishte pak larg, thotë ëma e thriste dhe ky i përgjigjej, por nuk i përgjigjej mjaftueshëm sa ajo ta dëgjonte. Në ditët tona të sotme këto gjëra domethënë duken shumë të habitshme, domethënë ku jemi ne me këtë realitet. Ne sot po kemi fëmijë ose po kemi djemë dhe vajza që kjo nuk bëhet fjalë fare në fjalorin e tyre.